Tirana brenda një periudhe afat shkurtër do të ketë pallatin e saj të drejtësisë. Fani fondi prej 83 milion eurosh që Komisioni Evropian i ka akorduar qeverisë për investime në sektor të ndryshëm, do të vihet në jetë. Projekti për ndërtimin e kompleksit të pallatit të drejtësisë, që do të përbëhet nga Gjykata e Lartë, Prokuroria e Përgjithshme, Gjykata e Tiranës dhe Gjykata Kushtetuese. Kryeministri në mbledhjen e Komitetit të Planifikimit të Strategjive ka deklaruar se projekti parashikohet të zbatohet në zgjatimin e bulevardit të kryeqytetit, që Bashkia e Tiranës ka lajmëruar se do të shtrihet në një gjatësi 1.8 kilometra nga stacioni aktual i trenit deri në afërsitë të Paskuqanit. Zgjatimi i bulevardit është pjesë e premtimeve elektorale të kryebashkiakut Basha, që sipas kryeministrit do të vihet në jetë brenda mandatit të tij të parë. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Komisionin ka bërë një punë të lavdrueshme së bashku me Bashkinë e Tiranës. Kanë gjetur trullin i cili vendoset në trajektoren e bulevardit të ri. Bashkia është e vendosur ta ndërtojë brenda mandatit të parë të zotit Basha, ndërtesat e reja buz bulevardit do të jetë pallati i drejtësisë i konceptuar si një kompleks ndërtesash, do mund të bëj fjalë realisht për një qytet më shumë se sa një pallat të drejtësisë. Me ndihmën prej 83 milion eurosh të Komisionit Evropian do të ndërtohet dhe bypassi Rogozhinës, nyje e rëndësishme për aksin Fushkruj-Rogozhinë, rindërtimi i pikës doganore të Hanit të Otit, apo investime në sistemin e kanalizimit të qytetit të Vlorës. Një shumë e konsiderueshme nga kjo ndihmë, sipas kryeministrit, do t'i shkojë dhe shoqërisë civile.